Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24 në këtë ditë të hënë të datës 2 mars, edhe një muaj të mbar, meqense është takimi ynë i parë për muajin e parë të stinës së pranverës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur, një ditë të bukur, një javë të mbar dhe një muaj të mbar për ty. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë të bukur, një javë të mbar dhe sigurisht edhe një muaj të mbar, sepse është, si thon, data 2 sot. Kështu që fiks për të thënë edhe muajin e mbarë. Dhe për t'ju ftuar këtu te këndi joni gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot fillimisht do ta fillojmë me këtë supën rustik. Rustika, po. Rustika. Që çfarë është kjo? Do thonë Anvisat që ç'është kjo? Emrin e ka shumë të bukur. Emrin e ka të bukur, por dhe shihen e ka shumë të mirë. Pse? Sepse kemi drita dhe legume brenda. Po është një miks. Pra shumë e shëndetshme ndër të tjera. Anila, mundet të marrësh kohë. Ta lexoj. Po, mund ta lexosh domethënë përbërësi, me thjerza, me fasule syzese. Rustika, ka orizin, ka thjerza të mëdha, ka bizele të thyera, ka bath, ka fasule syzez, thjerza të vogla të kuqe dhe fasule të zeza. Pra në këtë paketimin këtu, nëse ju duhet të blini disa të ndryshme për të bërë një mix, Neranzi ka menduar t'ju asjell gati, keni vetëm për ta gatuar. Ndaj ne sot po gatuajmë pikërisht me produktet Neranzi, jo vetëm supa rustika që unë mbaj në duar, por gjithçka që kemi sot mbi tryezën tonë, ju mund ta gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi që ndodhen kudo, pra këtë tabelën Neranzi, gjithmonë një hap përpara, keni pranë shtëpisë suaj, në të gjitha lagjet dhe mund të bëni pazaret tuaja të mrekullueshme me produkte super të shëndetshme, me produkte që është shpesh shumë e vështirë t'i gjesh në tregun ton, me markat më të mira ndërkombëtare që vinë ekskluzivisht vetëm në dyqanet Neranzi, kështu që ju duhet vetëm të vizitoni, të bëni pazaret tuaja dhe të jetojmë shëndetshëm, sepse baza e asaj që ne jemi vjen pikërisht nga ushqyerja. Në të gjitha vaktet tona të ditës duhet të mendohemi pak se çfarë të konsumojmë, sepse ajo do të përkthehet në energjinë tonë, në vitamina, në minerale, në pamjen tonë të jashtme, se reflektohet. Si thonë dikur, çfarë goja? Por jo në atë drejtim, unë do të doja do me thënë në boj, po doja në shëndet. Okej. Jam në kundërshtim me bojën, por jam në, si thuash, në atë mënyrën e mirë të shëndetit, mënyrën e mirë të ushqyerit. Të ushqyerit, në mirë ushqyerje. Kati e ka nisur punën kështu që? E kam nisur punën dhe shiko se sa e thjesht. Këto lloj nuk duhet të vendosim në ujë të qëndrojnë, por i bëjmë një dy shpëlarje të mira dhe i vendosim në ujë të ftohtë të zjenë në zjarr të avashët. Shikoni tani se sa të mira janë bërë. Po thuaj se i kemi gati. Tani është momenti dhe shiko, nuk kanë gjithë këto gjëra brenda që s'ka nevojë të shtojmë ndonjë gjë tjetër të madhe. Thjesht një qep, një karrot për t'i dhënë një ekstra shije, edhe vaj ulliri. Krip piper, pastaj sipas dëshirës doni me pak rigon mund ta shoqëroni, doni me energjik mund ta shoqëroni. Do me thënë, këtu nuk do të veja, por pa e ngarkuar shumë me shije të tjera. Ajo që është edhe një lug mix erzash. Këtë do ta shtoja, faktikisht se kemi turmerik, kemi edhe gjëra të tjera, jo piperin e zi, jo pak hudhër brenda, jo pak spece, jo pak majdanoze, ka mix erzash brenda të cilat japin shumë aromë dhe shije të mirë. Atëherë do të hedhe një lugun tani sepse erdhi dhe momenti për t'ia shtuar miksin e erzave, i cili ka edhe sasinë e nevojshme të kripës, kështu që dhe nuk ka nevojë, do t'i lëm edhe pak dhe do fillojmë do të përgatisim edhe ato qepën edhe karotën, që do t'i zbut pak në vaj, jo se do të bëjnë një skuqje të rëndë, thjesht një zbutje. Por veç masa në një tjetër tigan. Po, do t'i bëjnë në tigan që të më japin pak shije dhe aromë. Dhe do t'i hedhë brenda edhe kemi gati. Sa thjesht. Shumë thjesht, do kohë që të bëhet avash-avash, të pak të një 20 minutë, do me thënë, të para pregatitin, pastaj bëhet edhe kjo si një lloj salce, shtojmë dhe ato brenda dhe një 20 minuta të tjera dhe i kemi gati. Pra do rreth një orë që të bëhen gati, po bëhen shumë të mira, shumë të shijshme dhe imagjinoj gjithë këto përbërës që kemi brenda në një pako. Pra kemi vitamina, kalori, proteina, hekur, të gjitha i kemi në një pako. Prandaj janë dhe të shëndetshme dhe të ushqishme. Shtojmë edhe ato si thuash vitaminën alfa dhe karotin të karotës, gjithashtu edhe qepa që ka jo vlerat e saj. Po dhe vaj ulliri gjithashtu, kështu që një gjellë që i kemi të gjitha brenda. Hedhim edhe vajin e ullirit. Dhe unë po shoh që këtu mbi kuzhinën tonë kemi përbërës që na çojnë drejt një recete të ëmbël, sepse kemi frutat e freskëta,
kemi sheqerin, tërshërën nëse do t'jetë për këtë recet, kemi biskotat e shërmuara. Dhe kështu, do me thënë. Kanelën. Pra çfarë do të bëjmë në këtu, Katja? Me mollë do të bëjmë një, si tuash, mollë të karamelizuar, atë lutem më ndizë atë zjarin dhe do të them unë, atë vatrën anila dhe do të them, pra do të karamelizojmë mollët dhe do të bëjmë një, si tuash, një brum tip biskotash ose një brum të shkrifët që e themi ndryshe, të cilën do të bëjmë me këto miell të shëre, miell të zakonshëm, do t'i shtojmë brenda pak vanile edhe gjalp. E do t'a copëzojmë. Do kaloj në furr. Tani këtu unë do t'i hedh të dyja bashkë sepse thashë që nuk dua të bëj kavërdisje të rëndë me këto, kështu që i hedhim të dyja karotën edhe qepën, të cilat dhe kemi të grira kështu imët. Do t'i lëmë që të më marim pak, si tuash, një kavërdisje të lehtë dhe me njëherë do t'i shtojmë në tenxhere. A ti lexojmë recetat? Ka se janë 3. Kemi dhe krepa për të bërë sot, të cilët i kemi të gatshëm, por kur të vi momenti do t'ju a tregojmë. Supa ka nisur me këto përbërës, një përbërje, në fakt, një paketim me supa rustika, të cilat ishte ajo përzierja që ne treguam pak më sipër. Një qep, një karot, një lugë gjelle mix erzash, vaj ulliri, krip, piperi zi, një lugë çaj, piperi kuq i ëmbël. Pra nuk i kemi makarona me këtë përzierjen e rustikas, po do i sillim në supë e thjesht, të cilën e kemi nisur dhe do t'ja u tregojmë përsëri. Mollë të karamelizuara me brum të shkrifët do t'jetë kjo receta e dytë që do të nisim javën sot. Na duhen 5-6 mollë, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle kanel, 1 majlugë krip, 1 vanilje. Për brumin, 1 filxhan çaj miell të shëre, gjysmë filxhani çaj me miell të bardh, gjysmë filxhani çaj fletë zaba jame, ose hara të grira, pa fruta të thata, dhe 3-4 lugë gjelle sheqer, gjithashtu 100 gram gjalp. Dhe do të përgatisim gjithashtu edhe krepa sot me salcë portokalli. Një pako krepa të gatshme janë nga Neranzi, janë shumë të mira, do t'i hapim pas pak. 4 lugë gjelle sheqer, 2 lugë gjelle gjalp, 1 gotë liker, si pas dëshirës suaj kjo, nëse doni ta përdorni apo jo, 1 filxhan çaj me lëng portokalli, 1 majlugë krip, lëkurë portokalli e grirë. Pra nëse ndonjëherë na ndodh që ato krepat kur i shijojmë jashtë, ka një shije tjetër dhe shpesh themi pse nuk na dalin vetë në shtëpi, nëse nuk ju dalin ashtu siç ju do të donet, Neranzi vjen me këtë paketimin me krepa që janë të gatshme. I gjeni kështu, janë dhe natyrale ndër të tjera. Ti mund t'i bëj manila edhe me mbushje të ëmbël edhe të kripur. Po, sipas dëshirës suaj. Thjesht me një salcë portokalli. Por mund t'i bëjmë në mënyra të ndryshme. Do t'i hapim pastaj, do t'i mbushim. Për gatime të shpejta. Po. Kështu që mendoj që anvisat mirë është që t'i marrin dhe t'i përdorin. Tani, neve tham mollët të cilat që shikoni kam prerë në kubik të vegjël dhe kam shtrydhur në gjysmë limoni. Edhe mos të nxihen, por sigurisht që marrin edhe shije dhe vitaminë. Gjithmonë gjërat që shtojmë kanë një, si thuash, një synim. Hedhim 2 lugë sheqer të bardh, meqense kemi, po nuk është e thënë, nëse s'kemi sheqer të errët, po sheqeri i errët e bën atë karamelen pak i jep një ngjyrë më tepër të theksuar. Po, s'është dhe pak vetë në ngjyrë e tillë. Në rast të kundërt mund të shtoni vetëm sheqer të bardh, mund ta bëni, domethënë vetëm me sheqer të bardh. Okej. Do t'i hedhim edhe kanell, kështu do marrim një lugë tjetër sepse do t'i hedhim pak bollshëm kanell. Molla shkon shumë me kanell. Shkon jashtëzakonisht shumë. Edhe na i bën këto do të hedhim fillimisht këtu dhe këto ne do t'i vendosim edhe një maj krip. Edhe pakës krip. Edhe krip kemi shtuar edhe te qepa dhe karota. Okej. Vaj krip edhe këto. Tani këto do t'i hedhim në tigan të më karamelizohen dhe të më zbuten pak. Ndërkohë do të përgatisim dhe brumin që do t'na duhet për të hedhur, do me thënë, unë do t'i bëj me 2 shtresa, do hedh pak brum poshtë e këtava dhe do hedh mollët në mes edhe prap brum sipër dhe do t'i vendosim në furr. Tani, neve këtë mas të përgatitur do t'a vendosim në tigan të karamelizohen. Tiganin e kemi ngrohur përpara, kështu që me njëherë do të filloj karamelizimi i mund të zgjedhim për të shtuar edhe frutat të tjera, nëse duam ta shtojmë shijen apo me mollën? Jo, kjo është me mollë, Anita, më shumë që mundet të përdorim.
Edhe të kohë që edhe për frutat të thata mund të shtojmë në një frut, por unë kam përzgjedhur bajami që do të më duhen këtu te pjesa e brumit. Okej, në rregull. Tani, Po. me qenë se kemi filluar atje, fillojmë edhe hedhi të marrim këtë. Të fillojmë përgatitjen e E brumit brumit. me sheqer, me miell. Me miellin, po me Pra këtë mielli filzam, zero. unë do të hedhë gjysmën e kësaj. Do të hedhë, me qenë se kemi urdhoni. Tani kemi edhe tërshër të bluar, kështu që unë do përdor këtë të bluarën. I kemi përdorur dhe herë tjetër, kështu që Pra mielli i tërshërës. po. Por mund të keni edhe tërshër që mund ta bluani vetë në shtëpi. Po. Edhe me tërshër, po hedh të gjithën se Po hidhe çdo lëshaq. do lëm tani këtu. Do bëjmë pak më shumë edhe. Do bëjmë pak më shumë, gjë që nuk shkon dëm, do shtojmë pak më tepër gjalp, do shtojmë pak vanile brenda këtu. Gjalp të freskët. Gjalpin, shiko se sa gjalp të Shumë mirë që mirë kemi, është. prandaj dhe bëhen të mira. Kështu që gjalp do hedhim dhe aty tek mollët. Okej. Të hedhim këtu një 2 luk. Ashtu të hedhim edhe një luk këtu. Me qënë se e kemi në dorë, Po. ja shtojmë edhe tiganit të Edhe mollëve. ngelet atje luga. Këtë gjalpin tani tjetër do ta lëm këtu. Ti hedhim edhe vanile brenda. Sa aromë të mirë vjen kjo. Hedhim edhe një gjysmë luke të kafes vanile. E masa e përgatitur. Pra do të hodhëm dhe vanile, do të kemi edhe këto bajamëset, të cilat edhe mundet i grim në makinë, do me thënë grirëse, por edhe kështu, thjesht pak do gri me një thik, e do me edhe pak këtë ja hedhë në fund. Çfarë do? Ja këto. Opa, faleminderit. Vete more. Faleminderit thot. Faleminderit u shmange. Edhe më dhe hapësirë që ta marr. Ja, i thërmojmë pak, këto bajamet janë shumë të mira, japin mira, tjetër sidomos për aromë ëmbëlsira. për ëmbëlsira. Edhe për dekorin nga Kështu që sipër. edhe kështu ti thërmoni me thik, ose edhe ti bëni në miell, po edhe kështu është më mirë sepse dua që të më ngelim pak si copza brenda. Tek brumi i shkrifët. Është shumë e thjesht për të përgatitur. Thjesht mollët i presim kështu. Mua më pëlqen që ti pres me pjesën e lëkurës, thjesht i pastrojmë dhe i lajmë mirë dhe i mbajmë me gjithë lëkur kur i përgatisim. Sidomos kur kemi nga këto gatimet që bëhen me mollë dhe që përgatiten edhe në temperaturë, do me thënë, në proces të ngrohtë. I hodhëm edhe këto. Tani që të zbutet mielli, duhet ta punoj me dorë. Këtë lidhet me gjalpin. Po. Pra si brumi i tartës, pak a shumë mënyra e përgatitjes së brumit të tartës, por këtë herë e kemi jo vetëm me mielin e zakonshëm të grurit, por mirë të hyn dhe një kokër vezë. Më duket sikur kam një vezë aty unë Anila, po jo. do një kokër vezë. Në recet, po. Nuk e mbaj më, lexova 3 receta një herësh, kështu që se po. Prit të po ja, se me rikëthe energjia, ja ku e kemi. Atëherë kemi vezën e këtu, mollë, gjalp, sheqer, kanell, krip vanilje, miell tërshër, miell i mbar, fletza bajame, ara të grira. Jo. Ne nuk e kemi në recetë, po nëse Jo. Okej. Nuk mendova që t'i shtoja, por jo prapë se do të bëhet tamam si ai brumi i biskotave. Okej, Ai që hodhëm miell pak më tepër, na duhet pak gjalp më tepër. Po do shtem gjalp, e thamë që në fillim, nëse shtem sasinë e miellit, do shtem sasinë e gjalpit, sepse është një brumi që do të punohet duke u shkërfëruar gjalpi. Ndërkohë të dashur Anvisa, këtu do të shtoj dhe pak hudhër. Hudhër pluhur? Pluhur. Me që kemi pak, sepse kombinon edhe nuk është se e teprojmë. Ja kaq, është mjaftueshëm. Edhe nuk e lëm më që të më kaq. Tani do ta bashkojmë me tenxherën. Do ta bashkojmë me tenxherën, do të ulim temperaturën të bëhet avash, të lidhet me
edhe këtu kam ujë pak ujë të ngrohtë, të cilin do ta lëm të valoj pak këtu, edhe pastaj do ta hedh brenda. Edhe pasi hedhim këtë salcën e përgatitur me karot me qep me hudhër, e lëm të ziej avash, do me thënë në një temperaturë të ullët në mesatare dhe do ta kemi gati. Okej. Pila edhe një herë duar. Pra gjysma e supës rusi ka përgatitet më vete, dhe gjysma tjetër e kohës së zjerjes do t'jetë duke u bashkuar me karotën edhe me qepon. Pra nuk është se do shumë punë, është thjesht lini temperaturën e sobës me ato zjarrin mesatar, avash, ndërkohë që bëni ato punët e shtëpisë në mëngjes, do të jetë gati dhe shumë e shishme dreka juaj. E shishme dhe e shëndetshme. Dhe e shëndetshme, patjetër e shëndetshme. Pastaj për ta shoqëruar me ndonjë kokorulli, me ndonjë turshi, me ndonjë jeshile. Mund t'i shtojnë, do me thënë, me një kështu djath, copës djathi, kështu që gjenë mënyrat për t'i. Edhe këtu duam dhe sheqerin që sodëm në Marila. Ja, kemi kushe. Po do i hedhësh nga. Okej, kemi gati. Edhe këtu do hedhë të dy lloj sheqerash. Okej. Me që i kemi, thamë edhe një herë, juve në shtëpi, o njërën o tjetrën, ose nëse i keni, mund t'i bëni këtë kombinimin e të dyjave. Ky brumi do të na shërbej për dy shtresat, thamë. Po, do të përdorim një tavë tarte nëse e keni, pra paka shumë kjo, që është e shesht. Ose edhe në një tavë të zakonshme. Edhe në një tavë të zakon. Po thjesht duke qenë se kjo është dhe e shesht si tavë, krijon edhe këtë formën kështu rreth e qartë vizat. Dhe mirë është i vendosim letër kuzhine. Do vendosim shtresën e parë të brumit, më pas mollët që janë duke u karamelizuar me kanellë dhe me gjallë, dhe pastaj shtresën tjetër. Mund t'i vendosim, Anila. A ta vendosim ku që duket më mirë vetë? Ja, ku ta ken. Po, faleminderit. Edhe imazhet më të qartë. Bëjmë shtresën e parë, të në mollët nëse në janë karamelizuar. Dua që këj brumi tjetë kështu gjatë përpunimit të nxehtë, do shkri nga gjalpi dhe sheqeri, do aromatizohet edhe nga bajamet që hodhën, edhe nga vanilja, dhe na bëhet një brum i shkrifët shumë i mirë. Dhe i thjesht për të përgatitur. Tani, edhe ato janë bërgati. Kështu të nxehta, nuk si që janë. Po, do vendose në furrë. Mund të mi sjellësh, Anil, lutem. Ti sjellon. Ja, ta shplaj pak dorë. Okej. Janë zbutur. Janë zbutur dhe kanë rëshuar dhe aromën e mirë. Tani i hedhim. Nëse doni, juve mund të shtoni edhe më tepër mollë. Për aqë sa thamë ne 5-6 mollë, po unë s'kam hedhur kaq, të jemi sinqert, kështu që prandaj edhe kemi më pak, po ju hidhni se mollët mirë i bëjnë, edhe bëjnë edhe të shishme në këtë mënyrë, kështu që shtojani mollët të gjitha, për të dalë edhe më i shishëm. Pa. Aromën e ka jashtëzakonisht të mirë. Dhe kombinimi bëhet shumë i mirë me këto. Shumë mirë. Okej, tani mbetet edhe pjesa e përfundojmë atë, le ta hedhim edhe këtë këtu. Okej, karotën edhe qepët, tashmë të gatuara, i shtojmë në tenxherën ku është zier pjesa tjetër e supës, edhe pse e quajmë supë për shkak të emri që mbanë edhe paketimi, po që në pak është një gjellë, duke qenë se ka shumë përbërës brenda, kështu që vjen edhe besoj disi ai kosur, që do të thotë është njësoj si ato fastulet e së hënës. Do ta mbulojmë tani neve. Shikoni, është pa salcë me këto, nëse doni mund ta bëjnë edhe me salcë të kuqe, por mua do të pëlqente më shumë kështu dhe në fund fare do ta shoqëroj edhe me lëng limoni. Me lëng limoni. Do të ishte shumë mirë. Mirë, përfundojmë tani edhe recetën me mollë. Do t'i hedhim edhe ca bajame, ose nëse edhe ara i kombinon shumë. Ndërkohë tani hedhim dhe brumin tjetër.
kjo është me gjalp, edhe gjalpi do shkri gjatë momentit dhe do bëhet një biskot e shkrifët. E mbulojmë të gjithë. Mbulojmë të gjithën. Kati sa do të pishet kjo, si e ka temperaturën? Kjo tani do në 180 gradë për 30-35 minuta e shikojmë. Po në 180 gradë. Në orën 10 do ta kemi gati. Po, pa tjetër. Tani me lëngjet që do dalin nga pjesa e mollëve, mos të bëjt sheqerin pis të gjithin, i hedhim dhe pak sheqer të erët sipër, edhe do të vendosim në furrë. Sheqeri do të karamelizoj, do të japi, do me thonë, do të bëj si lëngje, e do të jetë goxha e mirë dhe e shishme. Ja sa thjesht të bë. Gati për në furrë. Një brumë që nuk do shumë kohë të punohet, sepse pjesën e shkriftimit të tij e të shkrirjes së gjalpi do ta kryej furra, dhe një përgatitje me mollë e mbushjes së shumë thjesht mënyra e përgatitjes, por bëhet shumë e shishme dhe e mirë. Dhe tani dhe këtej dhe tutje do të ishte mirë, sepse kjo lloj ëmbëlsire shoqërohet shumë mirë me një akullore. Kjo e ngrohtë akullore, e ftohtë, mirë. Bëj shaka, Kati. Mos e hiq lëre. Ne nuk e kemi këtu, kështu që nuk kemi. Po e japim si propozim. Si propozim. Shoqërohet edhe akoma edhe me një kos të kulluar, me një lukos të kulluar. Edhe me atë i shkon mollës edhe kësaj, do me thënë se është një brumë biskote. E vendosim neve në furrë dhe sigurisht kur do të rikthemi do ta kemi edhe të përfunduar. Ja, kështu, sepse ne ju e dini që kur i afrohemi orës 10 jemi gati për të prezantuar pjatat e përfunduara. Mirë, ne besoj jemi në fund. Dorim edhe një minutë që kemi kohë, kështu që pse jo të mos shohim pak si janë këto krepat brenda. Mund t'i hapim. T'i hapim pak? Krepat janë të preferuara nga të gjithë, në mënyrë të veçantë nga fëmijët, i duan, janë një zgjidhje shpesh e vakteve të mëngjesit, të mbrëmjes, mund t'i mbushni sipas dëshirës suaj, sepse kombinohen shumë mirë si me mbushje të kripura, pra nëse doni djathrat, prosciutrat, në një fletë sallat jeshile, në një fletë domate kastravec, në një spec aty këtu, kështu që pse jo me rukola, me krem djathi, bëhen shumë të mira. Shiko sa të mira janë. Të holla janë gati, thjesht ju zgjidhni se me çfarë do t'i mbushni. Të kripura apo të ëmbla? Ne sot e kemi të kripur, të ëmbla. Okej, do t'i bëj me krem? Me salcë portokalli. Salcë portokalli, që bëhet shumë e mirë dhe do ta shikoni se sa shpejt që bëhen dhe bëhen shumë të mira dhe të shishme. Tani, salcën e portokallit, a e themi pak shumë në teori se do ta bëjmë? Se ndoshta shikoj, mund të ketë njerëz në shtëpi që duan të bëjnë krepa tani. Është shumë e thjeshtë, portokalli, një dy portokalle të keni, edhe këtë likeri mund ta përgatisni vetë në moment, nëse keni pak konjak për shumë, për t'i dhënë pak, si tuash, esencë. Edhe me lëngun e portokallit, dhe lëvorët e portokallit, edhe pak sheqer. Edhe bëhet, si tuash, një lloj likeri. Një lloj pije, mund ta them. Ashtu, kemi lëkurët, kemi sheqer, do të kemi edhe lëngun e portokallit, të cilat do të i vendosim që të zihen, të reduktoj, do me thënë të bëhet një salcë e lidhur, dhe në to do të vendosim krepat e palosura, që do të qëndrojnë brenda dhe do të aromatizojnë me salcën e portokallit. Okej, u dash ka parë Kati. Kështu në teori ti na e thua shumë thjesht, po ne do ta shohim. Shumë thjesht do të bëjnë se bëjnë direkt në tigan. Bukurit. Sapo të kthehemi do merrem pikërisht me këtë recetë. Kështu që ne shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, ju qëndroni me News 24, unë dhe Kati vazhdojmë të jemi në kuzhinë, këtu ju presim dhe kthehemi pas pak minutash. Me aromë të mirë, me shije, me ide gatimi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë me Katin që është gati, po na pret. Po jemi gati për treguar, domethënë këto krepat që bëhen me një salcë portokalli. Shumë të thjeshta bëhen, rëndësi kemi një 2 portokalle në shtëpi, do përdorim edhe lëkurën edhe lëngun e portokallit, në një lugë gjalpë, një 2-3 lugë sheqer, varet se sa të ëmbël e doni ju, dhe me qënë se më ka ngel nga ky sheqeri i erët, hodha pak nga y, edhe pak nga ky sheqeri tjetër, do ta vendosim që të na shkrihet, do të shtojmë këtu brenda edhe një lugë gjalpë. Dhe do të fillojmë me një herë do të fillojmë, do me thënë që të karamelizohet, dhe më mbrapa pas karamelizimit do të shtojmë edhe lëngun
e portokallit. Do të palosim këto lëngun e portokallit, po sigurisht që do shtojmë edhe këto lëkurët e portokallit, të lëngun, do me thënë këtë pijen, që mund të pregatisni vetë, ose mund të keni të gatshme një pije portokalli, ose edhe një tjetër liker tjetër që mund të keni në shtëpi për t'i dhënë një ekstra shije. Këtë do t'a shikoni vetë juve. Rëndësi ka tani që neve të na shkri sheqeri, ndërkohë që edhe, si thuash, si mund ta themi neve atë, moll, e kam thënë unë me një brumë të shkrifët. Sepse i shkrifët bëhet ai brumi nga pjesa e gjalpit, e këtyre mielrave që kemi hedhur brenda sheqerit edhe shkrifëron. Bëhet si brumë biskote. Është pothuajse drejt përfundimit, ajo është gati e pjekur, gati ka ulur pak temperaturën për ta ruajtur gati edhe për ta nxjerrë pas pak, dhe ta shohim se si do të përfundoj, si do duket kështu e pjekur pra në tavë, se përfunduar tashmë është. Por pas pak do të shohim gjithashtu patjetër edhe gjellën e kemi lënë që bëhet avash, mund të hapësh Anila të shohin edhe ambisat atë kapakun. Se si e kemi. Shëndetshme, ja. Që se themi që gjella zihet avash. Ky është sekreti i parë i një gjelle të mirë. Shikoni pak çfarë s'ka brenda. Ashtu. Atë që thamë, me një shije fantastike. Shumë e mirë. Edhe gatime që bëhen letë, pra nuk duan edhe ekonomike në të njëjtën kohë, sepse ju duhet vetëm ky paketimi që madje ne se kemi përdorur të gjithën, që do thotë gjysmën e pakut sa ka shtuar. Për 4 persona duhet gjysmën pakut. Pra mund ta bëni 2 herë. 2 herë patjetër. Për 4 karot, persona. pastaj edhe gjërat e tjera i kemi në shtëpi, jo vaj ulliri, ndonjë erz, pra edhe një gjellë ekonomike që nuk ju duhet të bëni pazare për shumë gjëra, mjafton vetëm super rustika që është e gatshme, edhe i ka të gjitha brenda. Ti hedhim dhe këto lëkurët me lëngës nga portokalli. Të më zbuten pak. Do të hedhim edhe likerin. Fillon me një herë ajo të trashet tani. Dhe aty brenda do të vendosim krepat. Pra nuk do të kemi krepat të mbushur, do t'i zhysim në këtë stalcën me aromë portokalli dhe do të bëhen shumë të shishëm. Edhim këtë tani që të lidhet. Karamelia do filloj të shkrihet përsëri nga lëngu i portokallit. Edhe nga gjalpi lëngu i portokallit. Nga këto aroma këtu është çfarë t'ju themi. Aromën e ka jashtëzakonisht shumë të mirë. Të shojmë dhe atë në furë, Anila, se mos ka nevoj për të... Ajo është gati për të nxjerrë nga fura, në fakt. Nëse është gati, po, mund të nxjerrim, sepse ku kemi ato pjastrat. Pajisjet s'ka gjë. Marim këto këtu se diku me peceta nuk ka gjë. Nuk ka problem, diku do ta kemi vendosur, kështu që... Ja tani këtu të na shkri pak... Ja, ku është. Sërtë mirë vjen. Aromën e ka shumë të mirë, po edhe ngjyrën e ka të mirë. Duket që kemi një ëmbëlsirë shumë të mirë. Edhe një tart mund të quhej në fakt, meqense ka një lloj ngjashmërie në mënyrën e përgatitjes. Ka quajtur moll të karamelizuara me brumë të shkrifët dhe këto janë të gjithë përbërësit që i duhen kësaj recete për të përgatitur. Nuk do shumë punë, pra kemi realizuar brumin me gjysmën e recetës në pjesën e dytë, pra ja ku e keni me miell të rshëre, miell të bardhë, disa fletë zabajame, ose arra të grira, çfarë ju të keni në shtëpi, 3-4 lugë gjelle me sheqer dhe 100 gram gjalp, e kemi thërmuar me duar, pra është krijuar ai brumi ngjashëm me brumin e një tarte, në fund të tavës është shtruar një shtres me këtë brumë, e më pas mollët pasi janë karamelizuar me sheqer e me kanell, është bërë mbushja dhe shtresa e dytë përsëri me të njëjtin brumë, pakës sheqer nga sipër edhe ja, në 30 minuta është gati. Ndërkohë, krepat tham, po i sjellim në këtë mënyrë. Pra të palosura. I palosim, këto marrin këtë salcën e portokallit në brendësi, zbutin,
edhe bëjnë shumë të mira dhe të shishme. Interesante. Ka një formë tjetër si mund të sjellim krepat. Nga gjalpi, nga cipa e portokallit, bëjt. Edhe kjo salsa filloj të pikset në momentin e fundit, do me thënë kur të filloj dhe të ftohet, pikset edhe më tepër. Pra i lëm tani të zhyturat të këshu që të zbuten pak, dhe i kemi gati. Kjo është një recet i bëhet shumë shpejt gati, nuk do shumë kohë. Me kujdes, ndërkohë është dhe shumë e nxehtë. Ndërkohë që do të shërbejmë edhe supën, edhe jemi shumë në rregull edhe me kohën. Ti hedhe me ca kokriza piperi, roz që i shkon. Do ftohet dhe konsumohet jashtëzakonisht të mirë, do me thënë si që është kështu. Do të filloj të lidhe, të trashet. Lidhe, trashet, adje edhe, se si është trashur në piksur. Në momentin do qëndroj nga sheqeri dhe gjalpi, do të bëj akoma edhe më të mpiksur. Interesante. Kur do ture temperatura. Atëherë. Për shije nuk kam që t'ju them. Për aromë nuk kam që t'ju them. Tani, letë ne që i ndjejmë këtu. Atëherë. Gjellën. Shërbim edhe gjellën dhe pastaj japim vetes përsëri pak kohë për të ripar recetat, sepse janë pak të gjata, por në momentin që të kemi mbaruar pak edhe me supën që po shërbejmë tani. Një kartopece tani, la ndoshta do na duhet. Po, ja, me një herë. Mbushim pak më tepër me qëllim. Ke këtu. Një. Nga karota, nga ngjyra e saj, do me thënë. Mirë dukete? Po, goxha mirë. Goxha mirë. Edhe limoni është kjo njëra. Ajo është për fëmijë, kjo tjetra është për ne të rriturit. Okej, Katja e sjell në dy mënyra. Servirjeje. Prap një kartopece tani. Prap një kartopece, ja. Erdhi. Erdhi? Faleminderit. Të lutem. Edhe pse, shiko. Urta. Se sa e mirë që është bërë. Shumë e mirë është bërë. E lidhur, e mpiksur, aq sa duhet. Mendoj se është mirë. Kur e ke mos e luaj më fare. Edhe këtu i vendosim një fetës limoni. Dhe ja ku e kemi edhe të bukur, edhe të shishme, edhe të shëndetshme, edhe ekonomike. Këto me thënë të drejtën, kjo gjella më pëlqen jashtëzakonisht shumë, sepse si thua në një pjatë kemi një baçe. Po, në vërtet. Kemi shumë gjëra brenda. Orizje deri tek disa lloje fasulesh, disa lloje thjerzash. Ti marrim vetë dhe ti bashkojmë, nuk i bëjmë kështu të gjitha të paketuara në një paketë, është lehtësi dhe është ajo që thash që shiko se sa kemi përgatitur neve me një gjysmë pako. Me gjysmë pako, ja. Pra që do të thotë që me një pako mund të përgatisni 2 herë. 2 herë, po. Edhe kaloni një vakt të shëndetshëm. Akoma edhe më ekonomike bëhet. Më ekonomike vërtet, sepse kaloni 2 vakt të shëndetshme. Meqense të hënën e nisim përgjithsisht sipas traditës me këto receta. Edhe kjo pjesa e kësaj me mollët. Do e shohim pak nga afër. Po, shiko tani nga pjesë mollëve nga brenda. Kanë karamelizuar mollët. Ja, që si është bërë edhe brumi, pra tamam se një biskot në fakt. Edhe biskot, prandaj është ajo, si thua, është ndjesia e biskotës. E lëmë që të ashtu, dhe kjo konsumohet dhe shërbehet, thash, akoma edhe me një lukos të kulluar, ose edhe me akullore. Po, do të kombinon të mirë. Provoja njëherë, që ke bërë? Që do i thuash vetes të lumë shënduart? Me thënë të drejtën, më pëlqen. Më pëlqen do me thënë është shia e mollës, edhe të sjell atë shien e biskotës. Më shumë të jep shije biskote dhe mollë. Në kuptoj, një kombinim i mirë. Atëherë, kemi kohë të rishohim pak receta tani në fund fare. Me njëherë në ekran,
Recetat e kësaj dite të hënë. Supë rustika kemi përgatitur sot, pra është një pako me mix rustika. Nuk janë makarona, është ajo supa që ne treguam disa herë, kështu që me ato paketim të ta gjeni në dyqanet në Ranzi. Një qep, një karot, një lugë gjelle mix erzash, vaj ulliri, krip, piper i zi, një lugë çaj piper i kuq i ëmbël, spec i kuq pluhur. Kalojmë tek receta tjetër, e cila ka 2 pjesë, pra sa po pam edhe se si është e pjekur, e dal nga furra, mollët e karamelizuara me brumë të shkrifët, 5-6 mollë, sipas dëshirës suaj, se varet për sa persona do të gatuani, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle sheqer, 1 lugë gjelle kanell, 1 maj lugë me krip, 1 vanilje, brumi 1 filxhan çaj miell tërshëre, gjys filxhan çaj miell i bardh, gjysmë filxhan çaj me fletë zabajameje ose arra të grira, 3-4 lugë gjelle sheqer dhe 100 gram gjalp. Shpejt edhe recetën e fundit të krepave me salcë portokalli, ku na duhen një pako krepa të gatshme që i gjeni pikërisht tek dyqanet në Ranzi. Ne kemi përdorur vetëm 4 prej tyre, paketimi ka më shumë. Për 4 krepa na duhen 4 lugë gjelle sheqer, 2 lugë gjelle gjalp, 1 gotë liker, kjo sipas dëshirës nëse doni apo jo t'ia shtoni, 1 filxhan çaj lëng portokalli, 1 maj lugë me krip dhe lëkurë portokalli e grirë. Dhe të lumshin duart. Dhe faleminderit shumë. Ja ku i kemi të gjitha, koha për të ndarë me zonjat e zotrin që na ndjekin në gatimet tona. Po, patjetër, të dashura mdhisa, këto ishin recetat që neve përsollëm për juve sot. Shpresoj që të zënë vend në tryezat tuaja familjare. Nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe miru takofshim këtu nesër me ide dhe recetat të reja. Mirupafshim. Të lumshin duart. Nesër në orën 9 në kuzhinë përsëri, tani është momenti për një hapësirë publicitare, bas do të takohemi në këndin tonë të ftuarve, do të kemi 3 të ftuar sot, një temë më aktuale s'ka ku të shkoj, do flasim pikërisht për muajin e shenjtë të Ramazanit, për agjërimin, për këto rritet e këndshme, për faktin që na bën të gjithëve bashkë, do të kemi gjithashtu edhe njerëz të cilët e respektojnë këtë muaj, e sigurisht edhe këto historitë personale gjithmonë ka një zanafill nga ku nis. Pas pak me të ftuarit në studio.